Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, fillojmë këtu me emën tonë informative. Alt TV USA ka marrë një njoftim nga dy famultarët, Dom Lush Gjergji së bashku me Dom Due Gjergjin, të cilën i shprehin ngushëllimet më të sinqerta birit të tij, doktor Mirion Bishaj, për ndarjen nga jeta të teatrit inxhinierit Kujtim Bishaj. Dom Due Gjergji ka njohur nga afër të ndjerë në kohën kur doktor Mirion Bishaj shërbente si mjek dhe kujton Kujtimin si një njeri me vlera të larta njerëzore, intelektuale dhe qytetare. Kujtimi ishte një inxhinier i kompletuar në çdo drejtim. Profesionist i spikatur në fushën e inxhinierisë mekanike dhe drejtues i aftë në shumë kantiere e vepra të mëdha. Ai dallohej për përgatitjen e tij të thellë shkencore, për interesin në filozofi dhe analizat e tija sociale e politike, gjithmonë të qarta, objektive dhe koherente me zhvillimet botërore. I informuar në kohë reale për Shqipërinë dhe çështjet ndërkombëtare, Kujtimi mahniste me zbërthimet e tij filozofike, sidomos me analizat e mpreta në planin e një psikanalize sociale për drejtimin politik në Shqipëri. Për shumë prej nesh, ai ishte një dritare e hapur për të kuptuar më mirë Shtetet e Bashkuara dhe sistemin e tyre politik, shkruan një mik i tij. Amerika, sipas tij, është shembulli i një vendi që mëson botën si ndërtohet jeta përmes punës, përkushtimit dhe aftësive profesionale. Në lagjen dërgut, ai ishte një personalitet që impononte respekt e vlerësim, i thjesht, i matur dhe i dashur me të gjithë në Shkodër. Pjesëmarrës aktiv në jetën shoqërore sportive, veçanërisht i apasionuar pas futbollit, ai mbetet pjesë e kujtimeve tona, shkruan një bashkë kohës në fushat e shkollës Gjeladin Fishta në Kiras, në Dërgut në Rus, tek Kara e Madhe, deri tek fusha pranë urës së punës tek lagja Liria. Ne po ndajmë në jug të dhimbje për ndarjen nga jeta të mikut ton dhe shokut ton të nderuar, i përjetshëm qoftë kujtimi i tij, thot dhe Dom Lush Gjergji dhe Dom Due Gjergji.